Kjo është ka e krymë punën e vetë faktikisht si qeveri. Edhe në studion time e ke thënë kështu zoti. A këmë thonë. Duhet ma tepër me sferu. A di që është problemi? Problemi është... Ka e krymë punën e vetë, diri sa të vjen... Qysh po ja lejon vetës me dalje, me marë shembull, me thonë Hashimi kështu ka bo, ky ka bo kështu, në ta kalzova dhe po du me ta të regu që atë shembullin e djallit miqës kur kthehet tu, dëgjë. Absolutisht vendosje. Ki ka ftu deputet e vetë për shkak se ka qenë e kuptueshme që se cili deputet me men krye e voton vetë vetën s'pari, do të e verifikon vetë vetën si deputet. Po të rutinore. Ka vlerësu se të bënë votim të një vendimit ose një votim për bëhet antikonstitucional. Apo delë së të në vend temin kështu se... Vetëm ta përfundon, zë të repaj. Zë të gashi, përfundoj e të lutem, po. Mirë, tash. Thash kushtrej më zvem për bëdjava. A di kur s'pengoj vetë vetën e po të gëj ty, po vinë kësi situata. Faktikisht. Urda? Situata e dy që kishar pas verifikimit mandateve të deputetve, kish qenë atëherë sigurisht një pauzë, edhe vetë vendosja kish vendosë dhe të qatë dit me propozu, edhe formimin e qeverisë kuptimin me dërgu emrin e kryeministrit. Emrin e kryeministrit e dim krejt, dhe të krejt shqiptarët e Kosovës e din, bile din edhe ata sërbë, kush ka me qenë, që ka me qenë Albin Kurti. Tash, nuk ka ardhë do të të në shprehje që ato momente për propozim për kryeministër të arshëm, sepse është i njëjti. Mirë, për nëse na që tu jem, sa jem 6, edhe nëse na nuk e verifikojmë, për thëmë njërë hipotetike, vetë vetën, prezencën tonë që të emision, atëre bjën që t'jesh si jem këtë emision. A fizikisht janë ata atë. Ata janë deputet të Kuvendit Republikës Kosovës që nuk po dojnë do të faktikisht me mandatu vetë vetën. Ata qatë moment që i ka konfirmu KQZ-ja, ku i ka dhonë rezultatet përfundimtare. Ata janë deputet. Ata kanë shku djeki, po do farfastiklat të qeverisë Republikës Kosovës edhe të Kuvendit, faktikisht atë qeverisë të Kuvendit ata deputet gjithë, edhe i kanë marrë ata dokumente, do të momenti i regjistrimit, i pashe në rëndë si ushtarë të prit, për shkak se pjaukana me konë deputet. Po tona kur pikëshyrin këto matematika, qysh me damtu, lëvizjen vetë vendosin, nuk për ju shkon mirë. Një korrigje, ma më dhe plu. Veç edhe 30 sekunda. Tash, nëse krejt janë të meqëm ata, qëta që s'kanë votu ditën e djeshme, faktikisht. Ta tjertë krejt të meqëm. Tash, a është faktikisht dikush që ja u ka sqaru, do thotë që është presidentja, po duke që ato se dojnë fërë shumë ta të opozitës, edhe ja u ka sqaru në formë ligjore. Edhe me shembuj tjerë, jo veç Albin Kurti, po ja u ka sqaru presidentja e Republikës Kosovës, tu thirë edhe në gjykimet gjykatës kushtetuese, që ku i keni do thotë njerë që janë ma kompetent